Now it's an honor having among us Professor Mentor Pretela. Mirëmëngjesit dashur kolegë, Ambassador Borchardt, Chair, Honorary Chair, good morning. Unë sot do të flas për një, duke sigurisht historinë. Historitë nuk tregohen në mëngjes, zakonisht tregohen darkë, kur para se të flesh. Unë do të flas sepse lidhet me dhimbjen fantome. Dhe është një histori që gjatë shumë dekadave është neglizhuar në Shqipëri dhe nuk është mësuar as kur ndërkohë ata kanë ekzistuar dhe kanë bërë një kontribut shumë të rëndësishëm në mjekësinë shqiptare. Dhe siç e shihni në titull, është kontributi i mjekëve ebrej në sistemin shëndetësor për një periudhë që ata kanë ekzistuar në këtë sistem dhe kanë kontribuar midis dy luftrave. Inspirimi nga kjo unë e kam marrë nga i mati, i cili ishte profesor letërsie dhe njëherë në mas viteve 90, duke qenë se shifte që kisha dhe një pasion për historinë, më thot, duhet shofish një çik historinë e profesorëve dhe shkencëtarëve që kanë ushtruar në periudhën e kohës mbretit Zog, sepse ata ishin nga figurat më eminente të mjekësisë dhe më mori për shembull këngën e 4 të Dantes, ku në ferrin e Dantes, të gjithë ata që ishin prekristian u futën në ferr jo sepse kishin bërë mëkat, po vetëm sepse ishin prekristian dhe pristin në limbo për të ngjitur në parajs. Pourtant, Zog est rien moins que sanguinaire. Il gracie en général ceux qui veulent sa mort et il peut témoigner d'une humanité de plus en plus rare en Europe. Ainsi accède-t-il à la demande de l'ambassadeur américain pour accueillir des réfugiés juifs et leurs familles fuyant l'Allemagne. Ky është një dokument i marrë në arkivat e shtetit, ku është lista e profesorëve dhe e të gjithë doktorëve që janë ftuar në kohën e mbretit Zog, nga kjo marrëveshje që lindi midis ambasadorit Bernstein dhe këtu është ajo leja e qëndrimit në Shqipëri, që janë profesor Wilhelm Schlesinger me të bijën, që është profesor Lehmann me gjithë familjen, e një grup tjetër mjekësh, Dr. Kessler, Nobel, e tjerë, Ugrinovski e tjerë. Anash këtu, në këtë fletën tjetër, është një raport i shërbimit sekret italian, i cili ndërkohë i gjurmonte këta dhe i mbante në mbrojtim për aktivitetin e tyre gjatë kohës që të periudhës mbretit Zog. Ky është inaugurimi i asaj që ju e dini tashmë, që është drejtoria sot, është spitali Zog i parë, që është inauguruar dhe këtu është momenti kur vjen kryeministri Koçokota me gjithë autoritetet, por këtij spitali ju shtuan pastaj të gjithë profesorët edhe mjekët ebrej, të cilët u ftuan nga mbreti Zog në bazë të asaj marrëveshje bashkë me ambasadorin amerikan Bernstein. Kjo foto që ju tashmë e keni e njihni, por është foto që tashin nuk është më vetëm e domenit publik, sepse është futur nga që unë kam gjetë në atë kohë dhe është bërë pronë e arkivës edhe në Shtetet Bashkuara. Tregon që në vitin 1937, 36, këtu në mes është drejtori Sabrito Fiku, majtas është Wilhelm Schlesinger nga Universiteti i Vienës me Anne-Marie të bijën. Ky është ai që është neurokirurgu Walter Lehmann, neurokirurgu dhe, si të thush, pioneri i shumë zhvillimeve në kirurgjinë shqiptare. Këtu sipër është Kastleri bashkë me Çoqen. Po të marrim diksionarin e Akademisë Austriake, ku flitet për Wilhelm Schlesinger, ai tregon, siç e shihni në nënvizimet me të kuqe, që ai gjeti u shkoja në Shqipëri për të transformuar sistemin shëndetësor dhe përkundazi asaj që
ideologjia komuniste që gjithmonë e kishte në mendje që çdo gjë që vjen mbas komunizmit dhe gjithë tjerat harrohen, ai thotë që struktura e ndjekur nga mbreti Zog ishte një strukturë e cila ishte moderne. Kjo është në Akademinë Austriake, në atë që bëhet Oblion, që quhet. Pra, i vetmi personi i parë që erdhi ishte ky që vinte nga Wilhelm Schlesinger, që vinte nga Universiteti i Vienës. Dhe po të shifni, e vetmi dokument serios për herë të parë që flitet gjatë periudhës post luftës së dytë, është i shkruar me një, si thuhesh, me një kulturë qytetare dhe nga profesor Feyzi Hoxha në atë që është historia e shkurtër e historisë mjekësisë në Shqipëri, ku ai thotë që me nxitjen e këtyre të shkencëtarëve të huaj, sidomos në 1937-39, filluan të organizohen konferenca teoriko-klinike të rregullt të përgatitura shumë mirë. Pra kemi një revolucion në edukim dhe në trajtim njësoj si standardet e asaj kohe. Përsa i përket meritokracisë, në kohën e regjimit të Zogut, që është një regjim jo shumë i përgjelur në atë kohë, po themi sot, edhe sot e kësaj dite vazhdon një farë mos vlerësimit asaj periude, në rregulloren e qeverisë ishte që dy ministra kishin një vetur dhe një shofer. Unë kam gjetë një dokument në arkivën e shtetit që tregon që profesor Schlesinger, mbreti Zog, i paguante, kjo është letra që i çon drejtori i ministrit që të vazhdoj të paguaj rrogën e shoferit dhe veturën e profesor Schlesinger. Pra kemi një meritokraci, dy ministra me një vetur, një profesor me një vetur dhe me një shofer. Kjo është një, në kartelat që kam gjetë, kur kam qenë drejtori, ishin poshtë në atë ndërtesën e që mbetet sot të administratës, dhe akoma aty janë, një pjesë e madhe, janë kartelat e këtyre profesorëve të shkruara në frëngjisht kryesisht, dhe këtu kam gjetur një elektrokardiogram me një kaligrafi kaq të bukur nga dora e kishte një kaligrafi shumë të mirë, po t'i vesh të gjithë këta që vinin nga Viena dhe nga Gjermania, shkruanin gjermanisht, frëngjisht në përgjithësi, duke u përshtatur me pjesën e mjekëve që ishin këtu, dhe është EKG-ja që është thënë, kjo është e vitit 1938, që ai kishte dhe aparatin. Tash po ta krahasojmë me historinë që kemi shkruajtur ne mbas kësaj, mbas kaq viteve, kur është bërë 50 vjetori i fakultetit dhe 70 vjetori i QSUT-s, ne kemi thënë që me shkrim që elektrokardiografinë e ka bërë me gjithë nderin që kam për profesor Nikola Shurbanin, po kjo është një gënjeshtër e plot, sepse ai e ka bërë me aparatin e Schlesingerit dhe kam thënë që është bërë në vitin 1954, sipas kësaj. Pra, gjithmonë në histori, po të gërmosh në për arkiva, gjenë që ka mjaft gënjeshtër që njerëzit kujtojnë se zhduken. Ky është një dokument i laboratori i kësaj të biologjistes Anne-Marie Schlesinger, e cila dhe kjo ka bërë një punë shumë të vlefshme për atë kohë, sidomos edhe për sifilisin. Dhe ajo nuk vjen nga askushi, por po të shifnin në këte klinische Wochenschrift të Vienës, kjo ka shkruar artikull në 1933. Tani vim ke ky, që është ai që mund ta them patron cum mentor, që është Walter Lehmann. Walter Lehmann vjen nga Frankfurti, do në atë kohë neurokirurgjia në Gjermani kryesej nga kirurg të përgjithshëm, ky është neurokirurgu i parë i formuar në Harvard, në Ben Brigham. Dhe vjen me familjen, natyrisht mas i nazizmi i përzuri një pjesë më të madhe që humbja më e madhe për kombin gjerman, vjen në Shqipëri me ftesë të mbretit Zog dhe ishte këshilltar i tij dhe natyrisht neurokirurg dhe kirurg që ka kryer mjaft operacione këto vend. Ka shkruar përpara se të vinte në Shqipëri 61 punime shkencore dhe atë që është tekstin e parë në gjermanisht për neurokirurgjinë, që është Grundzüge der Neurokirurgie.
Dhe ajo që bën lidhjen me këtë eveniment është libri i dytë që i shkruar 1921, natyrisht që vjen nga mas të praktikës që kishin pasur gjatë luftës parë botërore. Ai ka shkruar di neurokirurgji dhe neurokirurgjinë e nervave periferik, tekstin e parë. Dhe aty, që unë e kam kopjen të 1921, është flet për dhimbjet fantome. Dhe ai përdor atë teknikë që natyrisht ka qenë në atë kohë, e cila ishte një triki anastomozis në ato që quhet neuromat e stampit të fantomës. Pra është në pionerët edhe të kirurgjisë së dhimbjes Walter Lehmann. Këtu janë disa referenca që tregojnë se si janë keq trajtuar gjatë periudhës nazizmit, pjesa më e madhe e profesorëve të mjekësisë, me numra, me shifra, dhe disa dokumenta që flasin për praninë e Walter Lehmannit, profesor në Shqipëri me gjithë familjen. Edhe një dokument tjetër flet po për të njëjtën dëshmi. Aktiviteti i tij që ka kryer kur ka qenë në neurokirurgji është operacionet që i kam gjetë të shkruar me dorën e tij dhe këto tipet disa lloje të operacioneve. Asistenti i tij ka qenë doktor Frederik Shiroka dhe dëshmia është e shkruar edhe në historinë e shkruar nga profesor Fezi Hoxha. Kjo është një foto e tij, se unë kam mbajtur një farë relacioni me dy fëmijët e tij. Me të shoqen, Verën, që në një periudhë 6 mujore, ky ka ndetur në Vlorë, derisa mori të gjithë atributet pranë spitalit Zogi i parë. Kjo është letra e fundit që ai shkruan mbasi largohet nga Shqipëria mbas ardhjes pushtimit fashist, largohet 3-4 ditë përpara, dhe kjo është letra që shkruan nga Cannes, ku thot për ngjarjen që i ka ndodhur, ja shkruan spitalit, drejtorit spitalit, dhe i thot që po ju lej 2 setet e instrumenteve që do t'i marrin në kujdes doktor Kastleri. Dhe me ato 2 sete është hapur për herë të parë neurokirurgjia si shërbim nga profesor Gerald Kurti në 1964. Edhe një pjesë e këtyre instrumenteve janë në armamentariumin të ruajtur në neurokirurgji. Në kujtesën e tij, në departamentin që unë kam drejtuar deri në 2022-shin, në memorialin në hyrje është po ta shihni në krye është vënë figura e Walter Lehmannit. Dhe bloku operator i neurokirurgjisë me 3 salla quhet bloku Walter Lehmann. Në historinë e neurokirurgjisë shqiptare që është botuar në Journal e Neurosurgery's në Shtetet e Bashkuara vitin e shkuar, natyrisht është futur edhe figura dhe vënë në pjedestalin që meriton. Nuk është se ai, domethënë, është largu nga jeta në 60-ën, dhe në librin që është botuar në 2023-shin, unë kam një kontribut për të gjithë mjekët neurokirurg, për Walter Lehmann, në grupin e mjekëve neurokirurg që është botuar në Gjermani, me këtë Ulrike Eisenberg e Dubinskin. Henry Kastler. Ky ka qenë radiologu i cili u ftua nga Universiteti i Vienës dhe ka bërë një punë të shkëlqyer në atë kohë, duke ngritur nivelin e radiologjisë. Po të shikoni me këtë kaligrafi dhe përshkrimet që i bën të zemrës ngjan me një ekografi, po ta shofish në detaj. Kastleri pastaj lëvizi në Shtetet e Bashkuara mbas ardhjes pushtimit fashist dhe aty u përfshi me Sidney Denkoff dhe ka marrë pjesë sidomos në shumë botime, por ato që janë më të rëndësishme që kanë mbetur janë ato që janë mbi efektet sidomos mbas nga përdorimi i bombës atomike. Dhe më poshtë ju do të shihni që ai në Kastleri në këtë punim që ka bërë e ka quajtur atë sipas Heinz von Förster a horrifying human catastrophe, efektet e bombës atomike. Ky është publikimi bashkë me 70 publikime të tjera, pikërisht mbi efektet biologjike të bombës atomike.
këtu janë artikujt botuar në Nature, në Science, dhe sipas ditarëve të profesor Gjatës dhe të Feyzi Hoxhës, këta të tre, pra Schlesinger, Lehmann dhe Kastler, në 1938 i kanë propozuar mbretit Zog për të hapur Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Ardhja e nazizmit e bënit pamundur atë ëndrrën, atë që thonë latinët, tris fatium concilium. Pra, nuk po them asnjë gjë të re, por po ngrej një salutim për një histori e cila nuk është mësuar, nuk është ushqyer, nuk është thënë, por aman në heshtje një pjesë atyre që jetuan periudhën me ta, siç ka qenë profesor Gjata, siç ka qenë profesor Hoxha, siç ka qenë Kërçiku, siç ka qenë ky doktor Shiroka, e tjerë, thanë, atëherë, thot, ne morëm një ndriçim të mjekësisë e cila ka vazhduar deri në kohët e sotshme. Faleminderit për vëmendjen.